gjallë së vdekurës me vdekjen shkeli dhe të varosur e jetën u falni. Vërtet gjallë Zotit. Krishti u gjallë së vdekurës me vdekjen dashur vëllezër, u bëm të denjë edhe si vjet që të festojmë Pashkën e Zotit edhe të jemi sot këtu për të kremtuar mbylljen e kësaj të kremteve. Por kjo mbyllje nuk do me thënë se Pashka mbaron, po kjo është një kujtesë që na thotë se Pashkën e jetojmë çdo ditë, ashtu siç e jetuam këto 40 ditë, e pam Krishtin e ngjallur në çdo përvojë, në dhimbje, në lutje dhe në fytyrën e atij vëllait ton që vuan, e pa madje Krishtin e ngjallur edhe në çdo mëkat tonin të cilin e rrëfyem me pendim. Pra dita e sotme nuk është një mbarim, po është një thellim në të kremten e ngjalljes së Zotit. Nuk është një fund, por është një ftesë për të psalur çdo ditë në jetën tonë, Krishti u ngjall së vdekurës. Edhe prandaj ne sot bëjmë shërbesën e Pashkës të plotë, për të na kujtuar se gëzimi i ngjalljes nuk mbaron kurrë, ai është ditë për ditë në jetën tonë. Edhe Zoti ka një pyetje për ne sot dhe na thot, a jetojmë ne si njerëz të ngjallur, apo psalim thjesht Krishti u ngjall sepse është zakoni? A e shpërndajmë ne gëzimin e ngjalljes së Krishtit çdo ditë në jetën tonë, apo kufizohemi vetëm në këto ditë që ka caktuar Kisha për të psalur Krishti u ngjall? Sepse vëllezër dhe motra, Krishti nuk mjaftohet që ne ta lavdërojmë atë vetëm me buzë, por ai do që ne të bëhemi pasues dhe imitues të tij, ashtu siç na thotë edhe Shën Pavli, bëuni imitues të mi, ashtu siç edhe unë bëhem i Krishtit. Edhe që të jemi imitues të Krishtit në festën e ngjalljes së tij, do me thënë që mos ta shikojmë ngjalljen e Zotit si diçka që ndodh jashtë nesh apo përballë nesh në mënyrë që ne të përfitojmë prej saj, por ta shikojmë ngjalljen e Krishtit si një shembull për jetën tonë, edhe të ngjallemi edhe ne, të ngrihemi edhe ne dhe të tejkalojmë mëkatin që të shpeshherë justifikojmë, të tejkalojmë indiferencën që pushton ditët e jetës sonë, të tejkalojmë rutinën që na vë përpara edhe nuk kuptojmë se ditët ikin edhe është koha për të penduar. Dhe kjo është ajo që do Zoti prej nesh. Pra le ta mbajmë gëzimin e ngjalljes tonë në zemrën tonë të fortë, sepse ashtu siç thotë Kisha dhe siç thotë edhe kuptimi i fjalës Pashk, Pashka është një kalim, është një rrugëtim, edhe ne nesër kemi ngjitjen e Zotit në qiell, edhe pas pak ditësh do të festojmë Pendikostin, edhe ashtu siç nxënësit e Zotit qëndroni në lutje dhe në pritje, duke pritur Shpirtin e Shenjtë, duke u përgatitur për këtë, edhe ne kështu ta bëjmë çdo ditë jetës sonë. Ta kalojmë në lutje, në pendim, në rrëfim, duke marrë pjesë në misteret e Kishës, edhe duke pritur Zotin që do të vijë në ardhjen e tij të dytë për të gjykuar botën. Pra le ta bëjmë ngjalljen e Zotit jo një gëzim të përkohshëm, po një themel të jetës sonë dhe le të fillojmë një jetë të re, duke dashur më shumë Perëndin
edhe njëri tjetrin, sepse Krishti nuk ngjallet vetëm një herë. Krishti ngjallet sa herë që ne duam më shumë tjetrin. Krishti ngjallet sa herë ne pendohemi. Krishti ngjallet sa herë ne sakrifikojmë për njëri tjetrin. Dhe në këtë mënyrë, ne me jetën tonë, me zemrën tonë dhe me veprat tona do t'i dëshmojmë gjithë botës se vërtet Krishti u ngjall.